Nëntor ma gjena iq kur gjos për të kujtohet, ha? Iq kur gjos për të kujtohet. Qysh me nëntor? Pela, po të kujtohet nëntor, Pela, din Pela jo, Pela, bukra. Po Pela po kujtohet, po. Më në ishon. Haxhi Basri, a ditë kur kom hi në grasht te Pela, ku ka shfaq një dritë dhe kom hi një zonë. Shka ka thonë, më? Tha nëntor, hajde veç pak këtu, po m'do këtë ke zoni ma hat magandit. Do më kujni, shka tha? Tha nëntor, hezë veç pak këtu, shkova unë Haxhi Basri, tha ullës të nërhije. Ulla që aty nga tatina, edhe ma boni tha, nëntor, kjo që t'ka ndodhur nuk ka kur gjë hiq. Duhet të mësohesh, sepse jeta është sfidë. Tha hajde me mu, ama dorën, ja dhash dorën gandit, tha hajde dej në bibliotekë. Kur shkum aty, tha kemi lexu, kemi blekën me natës. I lexova Haxhi Basri, tha tash je i gatshëm u kthy Sarek. Kur ktheva këtu, ish bo muti sasorna. Këtu jo muti po nëntor, po mas pari familja qikës nusës që ki pasti më martu me to, ata na kanë qunë. Sompën sa kanë qunë. Nona baba jot, me qetësu sa e në të ditën, po ti me sa me në kry me agjin më shkon ditën e dorshme që kemi hinë dhonër, shkon te Pela atje. Haxhi Basri, kjo është keq interpretim dhe dementizim i vlerave tona kombëtare me tendencë politike. Unë nuk lejoj që dikush të nëpërkëmbë emrin tim të ngritur me këmbët e tij të ndyra. Kush a ki ma lop shtu? Ajo Pela, sa pas kanë zivë të synin, ta pas ka qia dhe trunin. Haxhi Basri, forca fizike nuk është vetëm forcë fizike, ajo vjen nga një vullnet i pamposhtur. Mirë, nëntor, apo me ta bëha që t'i pyetje. Sa bojnë 365 e 2450? Bojnë 905.050. Ua. Mirë, nëntor, kush o kryeqyteti i Indisë? New Delhi. Oho. Mirë. Nëntor, kur ka ndodhur Hiroshima Nagasaki? Haj qëto. Ka ndodhur në 9 gusht 1945. Në orën 11:02 minuta. Oja qiva ropt. Shpa që këcen njëri 12 metra të nalë, që aty e Lebre Ibrahim mos baj gare që aty kem krejt e pom. Kush? Lulles po thëm 12, vish për një 10 metra sigur. Jo po. Po, Pse më pja fut me saba? Qysh më rrët 10 metra, a ken 2 metra s'ken? valla qef keni ju femnat mi zvoglu sanet fort. Unë i s'voglu, po viç me kalzu qasë sa janë. Veç pak pash zotin, am tregoni bre dikush ka ndodhi tani se unë e shkurt sens shisha. Tani qa ka pas me ndodh, a erdhën krushqet, a i nëtori gjenoze, a e nive që shelshoj më rënusja vikamën, viu. Shoj vikamen, tasha një atri. Kush vikamën bre qaj që? Nusja që Cëlla nuse more? Po ku mëre? A i njeri shtrit aty asoj sjanike bëjke selfie që aty në sy krejtve? Pse se vazhdon tani dasmën masi u kfill nëntore? Qysh be vlashko pëse se vazhdu në dasme t'ja, pe që ju prish atmosfera aty ketë luku, po mos pat atmosfera aty, mos baj gare që. Ja, të s'pat atmosferë. Po qëfar atmosferë po alla kom? Po kitë alla kom. Një dhe njeri se sens kishë ndodhë nëse i kishën vazhdu apet për që aty ku kanë met. Qysh be vlashko sa nuk ishë ndodhë ata këtë granimi anisë në vojt aty. Plesë të anisi me zonë gjumi. Veç kërë kom pa ta ipin. Të orë. Fan. E ka këshyrë turtën, që tupi. I ka qinonën shkenë. Vin! Ku ka tupi qira të bajta e po ma. Ta je ba e po bilej me qërshia, ma je kundre. E nusja që u po me Nusja ja there, e po kundrën. Në qatë halakom së ti ke kaso përshka pasuli, e ti heq kundra, daf, ma je kundre. Goje mëre ma je kundre. Qa fut mëre mos ja fut o liri, kush mën ma je kodre? A janë rafsh aty e thiri taksi bekin, hypi si zoj? Tani thojnë, Gjergje Lezalia nën pjag, alla hile. A i garantu rus aty një gridh vogël e ka pas. E kom dit bre që s'ka më zgat, e kom dit. Po be kete këna ditë be vlashko si nuk të shkone e fare. Bo përmo me qëtë vlashko, të dhashtu s'pot ka hije. A më stani vlashka e, më stani. Qojnë, e në ato s'ta e jo. Me nëntorin a unibre me kush? Po, me Basri. Basria tha mirë, tha nëntore me hongër po hanë, s'pe këthen që ata që pe hanë me rëndësi, tha i pak si në kim, tha po hecë, tha po së del në punaj. Gjëna bre, gjënaj në tërzeza, po kër dritë bardës po. Gjëna. Kush gjyna? A ju gëzu? E thashtu se dojke? Peshëna. Portën. Që të thash që do? Tash është veç jemi. Që është o kërë t'kina po? Hej, a njit mër ato gratë që ka thanë?
Jo, si kom një më. O i diva one, than familja e nusës, zehërish, zehër. Ku prej nive ti? Ku prej nive ti se vone që aty kesh bashkë me ty? Qa ki moj ko ke qunë krash majt, veç bajat po na i len. I niva mori vet, bile than këta familja nusës, a? Po, asi që mirën me fajde. O, than mës ta prefshin nudhën se po të preshin, kryt po ta heqshin. Po, a që ta shemur të veç, a? A njerë jo familje e mirë, jo argentar, jo të pasën, jo anë i klej, e ta shkoza nostra. Sono umane situacione. Ibrahim. A di qka? Se si më ka mirën vesh. Me rëndësi, djali është nësh. Tjera të bohën bre, ka dal. Pa që ta dhe dhone po thom? Qa ta dhe dhe kjo po thët? Bal ti. Qështë rrjet vlashko që ku e dera hec. Hajde, bujrum djem. Më falë se s'kesh je pregaditun, po jem të pjeshtë dhe speca. Apo vjen njerën kjo ta bëjmë një muhabet. Falem e ju s'pyr një, isha ordë, po puna të gati e që atë fake, nashta. Apo, pse, ku po shkojnë? Në kjo. A e dy kush jam unë? Jo, s'kom pas knacin deri tash. Rushdi Mengelja. Aha, e mirë. A donë më ta demonstru? Jo, faleminderit, po ma merr mendja që ka Mengelja, po du me rujt durta dhe komt. Faleminderit. Ne ke marrë vajzen, me djetë tonat, edhe ke hypë në taksi, ne ke këtyje, ne ke lënë në sokak vajzen. Po do të një, asa deku... Shuj! Ane. Qikë si ka rafë lira, do të me pagu dhe më shpërblim. Sa është lira? 200. 200 euro. 200.000 200.000 euro. O djem, veç pak bre se, pa më droga që i kini gabuja adresën. Se nuk po shkon një vloni unë suare këtë Elshant, me full me ta, me full me babën e nëntorit. Kem atje, e kishin leqit. E kishin një pel, edhe ajo zvin gjo. Po, ani dhe po, nga më një djem, qëre. Problemi është që unë s'kom ku gjoj 200.000 euro. Pse s'pe meni ju nëntorin krejt, meni shitne atë thik për pjesë. Se pasha sotin, shtoni edhe mu ma hek një qafe. Derit premtën parët. Po nuk muj mërë, asu një bëj. I bon, James, i bon. Cogito ergo sum. Mendoj prandaj jam. René Descartes, filozof francez. A kom fikshona këtu? O, Regjo, ku ke rëzit? Qysh trumfi? Lëq pak, bëjmë mësu, pujt, në qëtësu, lemi ato vigjonat hamomit. Vazhdo në nëtu, vazhdo. Njeriu, gjatë gjithë jetës e ti, ec aq kilometra sa i bie botës 5 herë rreth e për qark. Po. O, nëntar, a jemi i robir? Mirë jo, më u mizumi. Lëq pak, bëne me pytje. Qa pitje, qa? Qëfar dush, në i thamë, vete. Nëntar, am dan. Këtë përgjigje edhe i varë jetin. Në i thamë ma kompliku në i filozofi, shkencë, matematikë, në i thamë, vete. Nëntar, kush e ka shkrujt Don Kishotin? Miguel de Cervantes, mbil autorin e fjalë, ka qenë i burgosur në Ulqin. Pra ndaj, personazhi i tij quhet Vete pak. O dish. Dulcinea. Bile, sa ka qenë autori i burgosur tek ne, Agoimeri ka qenë i burgosur në Spanjë. Çfarë koincidence. Enciklopedi e birë. Hej, më kom veç pak. A e keni hala qatë pelën, bre? Të shkojnë edhe na kështu kejtë komplet jazgasim qafe? Askush nuk mund të më lëndoj mua pa lejen time. Mahatma Gandhi. O, për qafe, ja. O, mirë, më rëky kështu se janë isa mjutu të pak. Shtu i për super djallja, vështë shok fill. Vazhdo, këntore. Jo, kështu që u këfil shumë mirë, i menë që më sanë, po a ka mit në i sanë prej nëntorit. Kusha ka mirë të njësën, tash kena mja po harin të nipit tem, këtë nip jemo. Këtë kena mja po harin, këtë milionat kena miftu në kësi kviza seni, që që thojnë. Une ka fiqin e lash vet heca, nëntora dalim sot.
Si pas studimeve meteorologjike, sonte do të ketë motë të vranë dhe merreshje lokale që ju nuk muj. Jo, mirë sa di ju këto dokumentat. S'kam bëlloj. Jo, mirë sa dhe frajer edhe a i gore po bëna. Jo nuk po bëj, po unë nuk kam orë sot me apliku për veti. E përkan? Për kërkan. A ti shtrojnë venat pra shtu ja fusëm gjënë. Jo, mos të kesh kuptuar, unë kam orë sot me çapliku dikan. Qysh? Qysh? Kam orë me bo kërkes, me ja refuzu vizën dikujna, dhe që mos mu ditë që one. Ka dalë se sensim ka të marrë vesh mirë sen. Femna jam, ka orë ka apliku këto të ju, për vizë. Edhe unë kam orë me ju lut juve, me ja refuzu vizën, qikash, ja u kisha ditë shumë për njerë. Kjo nuk vjen shprehje zotni, kjo është kundër rregullave, s'ka mundësi mu bë kjo që Po, po dypti. ka dalë. Jo, po çush ka dalë Ibrahim. Po, pëjtës me monë, po pse o mirë sad? Vallaj, po tut ma që s'un kthejet mu, kur? Both që kokën. Shumë për Po, o mirë sad, ata njerëzia push për qesin që po marrin vizë për 6 muaj, kjo thot ko marrë mja që apliku aty, mos bëj gale. Po, thuti që nuk e di unë sa vizat e refuzonin ditë. Nomi s'bohet me ja refuzu edhe kësaj. E qysh e pat emrin kjo femna jote? Bash po më intereson. Arbenita. Arbenita, okej. Dihet që une personalisht Arbenitës ku me bë çmos mi aprovu vizën. Sa ja u ka dhonë ajo, ja u japja në 2 fish. Kjo nuk vjen shprehje. Ka dalë Jo, më qysh ka dalë Ule ka dalë Ju Apenin që atu thonë? Unë ja te Apenin, po 2 fish. 2 fish. E kush jete mi ndalu çikës me bajo që ka dënë me shëtit në për Evropë më u knaq? Një me kush ha mami jetit mi ndalu qikës me shëtita e me dalë me shëtit në për Evropë më knaq, a? Unë nuk për ja ndaloj. Unë e vesh për ju luti juve refuzonja, qikash? Ja, që si rastis pas kom pas kur, unë për vetës kom pas kur si rastit, ta dish. Kur heq qiknej ka sektori jam, kur qiknej që shtu e s'ka ordi kush. Jo, a? Ja. Mirë. E bash po më intereson, pse mos më shkua ajo qika aty? Pse mos më shkuaj e qika atje? Se është fort e fort. Ko ka fort e fort. Edhe unë jem mi u kalzu si drejt pak gjelëz edhe po tutna që nuk më kthejet mo ma merë dikush atje. Po, Po, jo, Allah e Mersat, ja o do që kjo lulja ka shëtit në për Evropë, Që edhe? edhe ma e bukur se kjo kur, së është po që u këthuj. e kështu, pse s'po shkon edhe ti me to? S'po shkon edhe ti me tani me? Se s'kam vizë. S'po ka vizë. Po peni, s'po aplikon për atena. Se s'po aplikon këtu? Që 3 herë ku ma apliku në te ju. Që 3 herë ku ma apliku nuk ma keni dhonat shiminone. Ani, dhe qa me botash? Që me botash? Jep janë i vizën, bro, e shohim. Sa tjetë jeta e ti? Po, normal që shtu. Mahatma Gandhi. Unë në tërë bukurosh. O bukurosh që mollit. Ku je? Që ky nuk arë pa hajrë, ftyrën janë gjokë. Unë e për hajrë heq. Po i marrë me të nëzirë shpirtin me shtë dyrë durët e mija, se pela e lasin gjystë. Shef, liria nuk është e vlefshme nëse nuk po fshin lirin për të bërë gabime. Mahatma Gandhi. Pastre, apo dalë vish pak jashtë? Po, me vish pak se... A që pasëri? Rriq aty. Pse mërë të kru ty? Pse të kru me shku të pela aty ditë martesës? As më që me shku me lujtë lastika, me lujtë gugja sa nej sen me farë ku kam shefta sa të shka. Urreje më katin, duaje më katarin. Mahatma Gandhi. O, Mahmud Gandhi, nonën ty që i patë mjët nuk e ljarë. Po ku me shtin dorë. Gjemoj. Ja. Vish pak që djalli nuk o mirë. Po i dhe në qofa. Ka për ish martesa. Princ pi folin, gërës për lemot. Me pelin si ka punë kur qysh. Princ pipin kësi... Apa qëtësimi. Nuk o mirë, më butë. E unë që po mi lypin në usja tash po mi lyp 200.000 euro, 8 premten. Qka me bo? Ku me gjithë? Qa me bo? Shef, këtë buhun. Këtë bohona? Për me, apo bëj kana? E ku me gjithë të paret? Ka? Nalmi për rrugës. Që shumë mirë, unë e 8 premten i pjellë 200.000 euro. Qlap, edhe finali ty për rrugës për 66 vjet e 6 muj. Apo? Sakt. Apo, ha? Ku që ku të shtin dorë, unë e ty. A di që kur ta futin? Vesh pak, kur ta futin me të majten, t'ja bëjt kaft këne, ha? Se na vynë djalli o gjemoj, na vynë djalli se kena me qunë në kviz. Po. Shor kvizi më dhe? Po, jo, që ja kviz shumë mirë. Hani, vesh një herë, te ullim që t'ka rikë. Hajde pasi, kape, ule, djalli. Po, se e po migdi. Unë shtu? Unë shumë mirë, që tu? Ashtë pasi shka mirë mi një pordon edhe qatë skalper. Donat të skalper. Jo, donat, si kom, ku i kom më do, a këtu? Ja, se pja hek, që të veshk.
Tamam, A dush më të conga, dush si këtera, si... Këterat, moja se po punto. Moja. Po, ja, tamam. Gjemol, po jen keq të kom shef, bu në shadush po s'pujme të dhona letit. A mi, si opë të mi atë kur... Për me a? Jo për bes. Për me a? E çka me bota shune? Ku mi gjetë 200.000 euro? Veç pok bëj se djali kena me qunë kvizi, bujnë dy shka, prit një... Kvizi më çfarë kvizi? Çka kviz? Kush kviz? Kjo gjenime, bëjnë një pyetje. Veç pak, shef, bo ma pyetjen. A sot ma keni gjetë ditën me lujt me mua? O, ti goqet basein, veç bu një pyetjen. Mentore, ku mi gjetë 200.000 euro të i premë? Thesar shtetit. Po ja, po shkëpi marë. Shef, veç pak. Opcioni parë, me marë kredi në bank. Opcioni dytë, në bank pa kredi, me mas ka ftyrë, po kjo është rrezikshme, e komplikume, na zonë. Opcioni tretë, me lujt kazino, edhe opcioni katërt, me hi kuiz për milionerë. Pre, mu të ke po vetë, ki me nrejq vetë. Ha? Pasër e mutin tanë. Shef! U kry, shef. Lajnë nëntorit. Shkoj me kuiz. Lavdia qëndron në përpjekje për të arritur qëllimin, dhe jo në arritin e ti. Mahatma Gandhi. Gjemol, më se rok, se e kthesh që shokon, e ma sejna muj me shit veç për hekër. Jem ardhë me marrë një vizë. Mirë dita. Vizë? A ke apliku? Po. Mirë. Qa, kam apliku në festival të Venecijës edhe në Berlinale. Po pës për vizë a ke apliku? Po, që kjo është? Qa është kjo? Invitation. Invitation, okej. Dokumentet tjera ku i ki? Mund është me hi në website të filmit, i ki aty trailerin edhe biografinë e këtë këto informata që aty vyjnë. Që që ki emrin? Adriano. Adriano. A ki pasaport, Adriano? Po, që kjo ki. Oh, faleminderit. Këto Adrian po të shkruan? Prindrit. Adriano e kam emrin e skenës, kështu më një kjo bota e kinemas. Aha, okej. Kështu, Adrian, kësoj punës të na nuk i thojnë aplikim, ta dish? Aty ju e dini atë punë. Apo? Okej. Kështu ti bashkë me këto dokumente, i mbledh edhe 15 dokumente tjera edhe vjen aplikon si njeri. Qysh aplikojnë krejt? Po mu filmi më është pranu në festival, në tepih të kuq. Apo? Ani shumë mirë. Bashkë edhe me dokumentet që i bjen edhe fakturat, mi këshyr ka e qysh i ke qu paret e shtetit, ka sa i ke pagu njerëzit. Okej? Edhe filmin e qetë CD e bjen, e shojmë unë e Ibra njerë a vlen me dal jashtë Kosovës, e mandej flasim. Po filmin e kam në 8 mm. Apo mu heq nuk më intereson sa milimetra e kiti. Po garant është asi filmi një gardh, një shpi karzohet, do dritare diçka të thyme, një o gjak të qitë tem midis verës, një gru të kretu, kajt, diçka qështu, do qafka, do... Kur gjëna i sen ma shumë. Qishbe po thuta në zunë filmin 8 mm ti Adnana? Adriano. Po, Adnano. Po, mundu me thonë që ka strukturë kështu, po më stihim tash në diskutim me një punojnëse të ambasadës. Që. Alla ile ka pa filmin a i kush në Kosovë? Jo, kjo film është bo për audiencë internacionale, është për festivale, dhe më thonë koproduksion me të hujt. Do më thonë garant pas ka pas në i premier të mbyllun, a i sa na? Po e kemi pas një premier në mbyllun, shtu. Qpi sa kem, bile? Ken, nana i ka pëlqy shumë estetika e filmit dhe ajo protagonistja, vajza. Nana. Ko akun e dhem shumë, që ata i ka pëlqy të unë, se. Po nana, s'ta bëmbajat kur që shpenzimit a ke menu mi jek veta shtetin? Normalisht shteti, filmi është ambasadori shteti. Ambos person. Ambos person? Okej. Që kjo është lista, shkru këto cila dokumente mund është mi mbledh, vjen, i bjen, mande i flasim ata provot apo jo viza. Te, Adrian. Po mund të që kom ble biletën. Po ti mund është me ble dhe aeroplanin sa për të punë. Po dhe mund është aeroplanin me ble. Që ato e ki listën i merë atu, ke që adu në aplikant të unë e djetërë. Besoj që ma shkur të kyna, ma betin.
8 mm. Përshëndetje të nderuar telespektator, po kthehemi pas bllokut të marketingut në karrierën e nxehtë me një kandidat shumë simpatik të paparë deri më tani. Dhe është ky që po pret të fitoj 1 milion euro nëntor Elshani nga Suareka. Më lejoni të falenderoj po ashtu edhe përkrasit dhe sponsorët e këtij emisioni, Efesus, Mobile Dekor dhe Eco House. Atëherë, nëntor. Si po ndjeni, mirë? Mirë, faleminderit. Syni pak. A jeni gati për pyetjen e radhës? Po, D. Po. Mos u ngoti, lutem. Do të s'kemi filluar ende. Pyetja e radhës është: çfarë do të thotë nefalokostingjia? Nën A, të gjeturit e figurave në re. B, të fjeturit me sy hapur. C, thyerja e xhamit me Z. Apo D, të notuarit me ujë të akull. Përgjegjja e saktë është nën A. Po, ka dal, mos u fut. Ka dal. Kjo është përgjigjja përfundimtare juaja? Jo, është përgjigjja e saktë. E vërtet në të. Përgjigjja është e saktë. Bravo! You can do it! Bravo, e banot, kish me vazhdu që shto të në fund. Po i miro, jo, zemrën, jo, bravo, ja han. Paret, një ka një. Veç pak, mos më hokat që tu. Veç pak se su penisha po thot, prit. Nëntor, deri tani, jeni treguar mjaft i suksesshëm. Më thuaj, a don të përfundosh këtu me këtë shumë që ke fitu, apo do të vazhdosh me tutje? Jo, vazhdo, më mire ki. Që ka po vela hajra, përshre. Më mire ka me vazhdu, pasha zotin. Next. Me shumë vetë besim, nderuar të shikues, vazhdon nëntori. Nëntor, dëgjo. Çfarë insekti shkaktoi dëm në njërin nga superkompjuterët e parë dhe e inspiroi termin computer bug? Nën A, miza, nën B, rriçeri, nën C, flutura, nën D, milingona. Përgjigjja e saktë dhe përfundimtare është nën C. Shumë i sigurt dhe nëntor. A doni të shfrytëzoni ndonjë nga ndihmat që jap ky quiz? A fitoj nejsen më shumë? Jo, nuk i doni asgjë më shumë, po nëse doni të jeni më të sigurt në përgjigjen tuaj. Ani jo, pra. C, përfundimisht. Pa çfarë më e pa rris në ashtë? Ka dalë që më nga të emni gjinin e vogël, veç po. Kuku! Qëtësi! A për që në me dollë jashtë? Na njëtë për ju drugë e për këtut në fola, a që kënë aty para kamerav. Mi ju vetë dishka mi thonë, që shë ki jamnin? Kapim! Po! Aten gënë. Dhe përgjigja është e saktë, prapë nëntori i saktë. Bravo nëntor. Faleminderit shumë. Nëntor, më thuj, çka ju motivoi të merrni pjesë në këtë quiz? Ka gjithë kjo? E kom pas një... Po më duhet... Komi... Nuk e di. Nuk e di? Jo. Dhe e të nderuar të shikues, është pyetja e vetme që nuk di të përgjigjet nëntori. A hupa? Jo, nuk keni humbur. Ishte një pyetje argëtuese kjo për publikun, lutem për të shikuesit. Po, shushu, zotit, se kja të na shkufty. Po, s'po marrë vesh diçka tash api pjena, a i ka hu krejta?
Çfarë të hup një bëbë t'ja përshë që djali do ka i shkon perfekt. Çu hup që ti. Çu hup. Ka dalë bedhe vllaç, ko këqyr koncentrosh aty. Ashtu. Kështë për para. Nëntor. Jemi te pyetja e fundit. Dhe ju nëse përgjigjeni sakt, bëheni milioner. A keni menduar se ku do t'i shpenzoni parat? Që kjo pyetja, po shumë e lehtë koka. Jo. Kjo është një pyetje personale për njoftu shikuest, për t'i njoftuar me juve, me planet tuja, për këto milion, çfarë do të bëni me 1 milion euro? Po, një par patkoj të kali du mi ble, të arit, dukat, edhe këtë qerat fara, komplet. Fara? Okej, mirë. Shumë bukur. Nderuar shikues, shkojmë me pyetjen përfundimtare për kandidatin më serioz, më atraktiv, më simpatik dhe më të çuditshëm deri tani që kemi pas ndonjëherë. Nëntori. Të dëgjoj me vëmendje. Kush e ka thënë fjalën e urtë? Njeriu është produkt i mendimeve të tij, çfarë mendon ai bëhet? Nën A, Buda. Nën B, Platoni. Nën C, Demaci. Nën D, Gandhi. A ka mundësi që tash me përdor ndihmën? Po, sigurisht, ju deri tani nuk keni shfrytzuar asnjë ndihmë dhe keni mundësi. Cilën ndihmë do ta shfrytëzoni? Telefono shefin. Telefono mikun, mirë. Regjia, ju lutem. Alo? Në linjë e kemi mikun tuaj. Përshëndetje, si quheni? Gjemal, po, përshëndetje dhe juve. Miku juaj Nëntori ka nevojë për ndihmë. A jeni të gatshëm ta ndihmoni? Po jo, ja për s'di për kën. Mirë. O shef, a i një të më qyrë televizor? Po në tërë, keti në ambjet këtu. Po presu me fitu apir. Nuk e di përgjigjen e saktë, o shef. Po, më bre në tërë apir, po ti shtash i dit e ketë, se tash shka u bo. A ma boj shalol? Po ta boj bire njëre s'ka ko që në vladin. Oni falënderë shumë, kur tha arroj? Po bre birë, po të dyqysh, edhe me mujtë, se s'po mirë është vesh bre ma djolin, thuj 50-50, po him bashke, dyqysh ta ka zonë fillimin, ka le tjera. Po ta hondësh këtë gjojtje. Dhe, si duket kaq kishit kohë për ndihmën e mikut Nëntor, na vjen kesh Nëntor. Si do të qoftë, ju mund të zgjedhin një nga këto përgjegjet, këto 4 përgjegje, janë 4 opcione, dhe fati uj mund të qëlloj sakt. Përgjigje e saktë dhe përfundimtar është nën D. Nëntor, a jeni sigurt për këtë përgjigje? Shumë i sigurt. A i Gandhi më ka thonë vetë mu? Gandhi. Po? Të ka thonë vetë. Vetë. Dhe kjo përgjigje është e saktë! Nëntori nga Zoreka, milioner! Faleminderit shumë. Bravo Nëntor! Faleminderit. Nderuar të shikues, ishte ky kandidati më i suksesshëm, më i çuditshëm, më atraktivi, më gjeniu. A bën një përshëndetje veç pak? Po kom qef? Po, sigurisht. Kamerë, ku? Ja atje. Atje, u kryj. Deshta, mi e që një mesazh familjes teme, sidomos partës, nëse për na përcjellin përmes televizionit. E mare kur njetë mos u thiri më hiq, beu, ja.
dhe krejtve kom desha kini, kur njetë mos më thini hiq, kur mos më thini, kur njetë, tak, hiq. Hec, boj për tuj.